Zyrtarë të lartë të shtetit vonojnë prej vitesh të paguajnë taksat vjetore të makinës. Agjencia e lajmeve Balkan Insigt ka publikuar një listë të drejtorisë së shërbimit të transportit rrugor në muajin prill të vitit 2012, kur renditen 45 deputet që nuk paguanin detyrimet e makinës së tyre. 10 deputet të majtë e të djathtë rezultojnë debitor prej disa vitesh. Mes tyre, bie në sy emrat e presidentit Bujar Nishani dhe kryeparlamentares Josefina Topalli. I kontaktuar nga ABC News, drejtori i përgjithshëm i shërbimit të transportit rrugor, Arben Pinari, sqaron se bëhet fjalë për një listë të vjetër të debitorëve, e cila është publikuar dhe dërguar në drejtorinë tatimore 8 muaj më parë. Pinari konfirmon se një pjesë e mirë e detyrimeve janë paguar tashmë. Ai bën të ditur se pas verifikimeve të fundit, rezulton se janë paguar detyrimet për makinën e kryeparlamentares Topalli, e cila nuk rezulton më si debitore. Po ashtu dhe presidenca ka reaguar duke sqaruar se automjeti zotit Nishani nuk është përdorur asnjëherë megjithse taksat janë paguar. Lajmi i publikuar nga Agjencia e Lajmeve Balkan Insigt përfshin edhe ministra. Aldo Bumçi, Vangjel Tavo, Ridvan Bode dhe Sokol Oldashi nuk i kanë paguar taksat e regjistrimit të automjeteve të tyre personale në 3 vitet e fundit. Po ashtu janë disa deputet demokrat e socialist që nuk kanë paguar taksat që prej disa vitesh. Kryeson deputeti Eduard Shalsi, i cili nuk paguan taksën për automjetin e tij personal me targ 6194F, që nga viti 2003, pra përthuajse 9 vjet me radhë. Deputetët Luan Skuqi, Ilir Bano, Arta Dade nuk i paguajnë këto taksa që prej vitit 2005, pra për 7 vjet. Ka pasur edhe një reagim nga deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçej, i cili shkrua në Facebook se makina e tij nuk ka taksa pa paguar, pasi është e re dhe detyrimet për të janë minimale.